E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar një qëndrim që në fakt thyen të gjithë rregulloren e Big Brotherit. Do qëndrojmë sot në ditën të tensionuar në fakt që ka nisur që në orët e para të mëngjesit brenda shtëpisë së Big Brotherit, ku Rogerti ka nisur këtë ditë me tension. Tani nuk e di në qoftë se Rogerti vërtet është i lënduar apo është i tensionuar që të kapë një prime shumë të nxehtë. Që është lojtar i Zoti, është lojtar i Zotit. Do me thënë që ditë të krijoj dinamika, që ditë të krijoj zjarre në shtëpi, që ditë të mbaj shtëpinë në ajër, kështu le ta themi, me energjinë të cilën ai kanalizon në këtë shtëpi, këtë nuk e diskutoj fare. Ditën e sotme, aktualisht në fakt, banorët janë duke bërë provën apo një sfidë brenda javës që vllau i madh ju ka dhënë. Po të ulemi dhe të lexojmë rregulloren. Në rregulloren e Big Brother, sfidat janë shumë të rëndësishme për të respektuar sepse është respekti ndaj sponsorit. Dhe ju e dini shumë bukur që sponsori paguan jashtëzakonisht shumë për të hyrë brenda në këtë format që është kaq i shikuar. Unë dua që të jem gjithmonë transparent me publikun dhe të flas të vërtetën. Në Rogerti mban qëndrimet e tia, mban inatet e tia, mban mllefet e tia dhe nuk i bindet urdhërit të Zarfit të bardhë konkretisht, nuk i bindet urdhërit të vllaut të madh, por dhe kërkesës së djalit i cili ka ardhur nga kompania për palestër që është brenda në shtëpinë e Big Brotherit sot, për të bërë të njëjtën gjë siç bëjnë banorët e tjerë. Dhe kjo në fakt është një shkelje e madhe për rregulloren, është një shkelje e madhe për jetën e banorëve brenda kësaj shtëpie dhe krijon një dinamik të madhe edhe për lojën. Por siç duket, produksioni nuk ka mundësi që ta detyroj Rogertit që Rogerti të luajë lojën si të gjithë banorët e tjerë. Tani të bëjmë një analizë. Po të ishte ndonjë banor tjetër, më besoni, për thyerje kaq të mëdha që do të thënë nuk respekton fare sponsorin, le ta themi, do kishte marrë zarf të zi dhe do të ishte eliminuar menjëherë nga shtëpia. Po të ishte ndonjë banor tjetër. Por në këtë rast kemi Rogertin, që siç duket do të thënë produksioni ka humbur kontrollin mbi Rogertin, ka humbur lojën e Rogertit dhe nuk mundet dot që të merr në dorë për ta kanalizuar Rogertin drejt kësaj loje si të gjithë banorët e tjerë dhe kjo është më se e dukshme. Tani Rogerti teksa po qëndronte sot në verandë ka dhënë një kërcënim goxha të madh për produksionin. Ai tha, në qoftë se produksioni nuk e nxjerr videon ku Selin ka ofenduar gruan time, sonte do të ndodhen gjë shumë e madhe. Do të thënë Rogerti nuk i intereson fare se çfarë mendon produksioni, se si mund të sillet produksioni. Do të thënë Rogerti është në këtë pikë të lojës që është gati edhe të del, por që është gati edhe të lufton jashtëzakonisht shumë për lojën. Tani unë e shoh pak si të trombur produksionin në kuadër me Rogertin, sepse po të ishte ndonjë banor tjetër i cili nuk u ishte përgjigjur urdhrave, se kjo është një urdhër i vllaut të madh, do të ishte thëritur në dhomën e rrëfimit. Tani dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që është lojtari i produksionit, se mua më duket shumë i përkëdhelur, të mos mundet dot ta kthen dhe përgjigjen.